janë 2 veshka dhe ato të dyjat kanë nga 1 milion qeliza. Dhe janë qaq të përkryjnë punën e vetë, sa që majnë ekuilibrin e organizmit, të elektrolitëve, të materieve ushqyse, ekuilibrin, pastaj shtypjes së gjakut dhe oksigjenimit, të shumë sene të cilat janë të rëndësi aciditetit të organizmit. Edhe prodhojnë vitaminën D, pastaj prodhojnë edhe eritropoetinën, që është shumë e rëndësishme për mi majtë hemoglobinën e vlerat të mira, me smeron në anemi. Kur dele sherja koli, më stuti. I sherja koli është në 95% të fëmijëve, të rriturve. Infekcioni më i shpeshti e sherja koli, më stuti. Është infekcion që shërohet. Me punu me fëmijë njëherë gjithë i ri. Lajmërohi me kohë edhe për ndonjë ndryshim këtë vogël që kanë pa dikush edhe ju kanë këshillu, merrni mendimin edhe pyetni. Mjekun dush mi pyet, se nuk e dim këtë çka din prindi, prandaj bëni pyetje shumë.